Miq të Bardhazis, ne jemi live si çdo të premte këtu nga studio e ABC-s për të mbritur ke ju me më të mirat e kësaj jave, me humoret dhe me temat që e karakterizojnë gjithmonë emisionin Bardhazi, sepse Bardhazia është si ato vaksinat që solli dikur kryeministri që ja dhanë me trasta shokët e vet. Aman vaksina jo, aman vaksina që kanë brenda, vetëm vaksina jo. Çdo gjë tjetër, trasta po, vaksina jo. Mirë, do të nisim me dy rubrikat më interesante, sepse dhe pastaj do të vijë Adela, do të shkojmë në humorin ton, unë do të zë pozicionin tim dhe ti të ndër natyrisht. Alo, alo. Po. Alo. Jam ajo vajza e dyshekve. O me se më nëzive jetën, qa do? Po jo zotëri, se unë kam kaluar nga kompania e dyshekve ke kompania e nxereve tani. Po mirë me goce, dhe unë kam kaluar nga kombinatit e Komune e Parisit, po nuk i marrë njerëzin telefon për t'i lajmëruar, që shku mua bedër, na qmëndët. Na qmëndën këto, na qmëndën. Kërë thënë, Zoj, mund t'ju marrë pa ko? Jo, më zdua, fare ju përgjigja. Sa vjetë që je? 22. Po ti vjetë më the 25 me? E, po se di pse më ka marrë jeta mbrapqë. Ua, nuk qeshi regjia. Po, regjia, nuk e... Qa ka regjia? Kush e di që ka përfituar të mbrapqi. Më falë që tu përgjisa... Ja, erdi, e shikon? Normal, do më falë... Kështu provokojnë njerëzit sot, e? Më falë që tu përgjigja me vones. Isha në dush. Po të kam shkruaj para 10 ditëve, mo, qa thua? E po qa ti për isha shumë pis? Tu dua 10 ditë të 10 ditë, pa. Dua që të jemi më shumë se shok. Vërtet? Do që të bëjmë i kushuri? Ç'kemi i dashur? Ç'kemi e dashur? Të dua shumë. Edhe unë të dua shumë, më premtoj që s'do më gënjesh kur. Të premtoj. Kush është ai qifi? Kush është Regjina? Të dua shumë. Edhe unë të dua shumë. Qiftet e martuar. E kupton, mojzonj, unë jam policia, ky është një Audi A4 dhe ju keni për 5 veta, do marrësh gjob. Ore, po qa thua ti? Qa do me thënë me këtë që thuat? Do me thënë të një Audi A6-ta? Duhet ulen 6 veta? Qa po thua? Ma thirë prak shefin. Urgjent shefin. Shefi s'vjen dot se ka ndaluar një Fiat Uno që kishte 2 vetat për sipër. Para se të martohemi, dua të të bëj disa pyetje. Po honje. A do të lije duhanin për mua? Po, do të lija. A do të lije alkoholin për mua? Po, do të lija. Po jetën e natës do të lije për mua? Po do të lija me do të lija. Po Facebookun, Instagramin, këto do t'i lije për mua? Po do t'i lija pra, do t'i lija. Po mirë, jetën do t'a jepje për mua? Po do t'a jepja se që do njeri u këtë jetë leshi, do me thënë, e kupton. Ore, kush është kjo Angela ke telefoni? Që është kjo Angela? Nuk e di, moj. Si mo nuk e di, unë kam telefonin tënë në dorë, nuk e di. Kush është Angela? Po se ti po të the, moj. Uaj që nga telefoni im është Angela YouTube-it, më falë zemër, më falë. Terror për celulor. Ku jemi mose? Po. Do të them një lajmë të mirë dhe një lajmë të keq. Pa hënjerë. E para do të lë. Po lajmë i keq cili është? Po u lidhëm bashk, do të bëj të arosh Petritin. Qa thua, mo, kush është këj Petriti? Ja, e shikon, fillove të arosh që tani. Po pse nuk më thua, sa e mirë je, sa e dashur je, sa e sjellshme je, pse nuk mi thua më këto fjalë? Po nuk pimë rakiun tani zëmra. Alo, Jezu Krishti jeni? Po, unë ju luta që të më sillit një grua ashtu si që urdhëron Zoti, mo. Jo të më silli një grua që urdhëron si Zot. Me ty e kam. Më thuaj të vërtetën, ti vazhdon të kruash me femrat të tjera? Të vërtetën ama. Jo, zemra, unë gjithmonë them të vërtetën, vetëm me ty, zemra.
Po kjo Ana Maria që fole gjithë ditën sot, ti e di që jam unë? Tani, kjo është prova që unë flasë vetëm me ty, zëmra. Burrat të zgjuar edhe kur tradhtojnë. Burrat. Prit një sekund, prit. Urdha. Faleminderit. Ua! E para na kanë shkruar fansat tonë, Valbona që e përshëndes shumë. Po. Na kanë shkruar dhe ca fansa të tjerë të largët. Edhe ne i përshëndesim. Dhe ne i përshëndesim shumë. O zemra, ç'është kjo foto e kësaj gocës me rroba banje? Ç'është kjo goca në telefonin tënd me rroba banje plazhi? Ç'është kjo? Ha, më thuaj tani. Ishte një surprizë për ty, zëmra. Ishte një surprizë. Po mirë, kjo foto tjetër, pa rroba banje, prap surprizë ishte kjo? Mos, si pas kanë shitur. Mos, na iku surprizë. Shitë rroba banje, do më thënë, burrat. Kisha një këshu, po s'po e them, se s'pëlqen. Pse s'të pëlqen? Ishte me synimi 2026, 2025, 2024 edhe lash fare. Kur të thot fallxorja të ka lënë dikush me të, por e vetmi atë që të ka lënë është truri. Gëritja natën e burrave është borxhi ndaj grave. Gratë nuk pushojnë së folurit gjatë gjithë ditës dhe burrat u akthejnë reston natën në gjë. Gërret? A të ka rënë në sy se kemi 2 ditë pa folur bashkë? Po, më ka rënë. Dhe nuk e thënë gjë prej gjëje? Po, faleminderit. Therse. Shumë therse. Apo zhvilloni do një sport të rrezikshëm, zoti Kristo? Po, ndonjëherë kundërshtoj gruan. Ashtu. Urime, suksese. Mirë, faleminderit. Mbar. Suksese.